Është nderi madh në radhë parti është Shkodër njerëz. Nuk diskutohet që familja Muriqëve ka qenë familja madhe dhe mbasi erdhi stafi që mosha mbën gjithmonë veten, erdhi Agim Tafili i madh që mund të shkruaj historia për të. Po jo vetëm Agim Tafili. Gjithashtu Ibrahim Syke, gjithashtu Sitki Tafili, gjithashtu dhe Leonard Kola që ishte ndihmësi i tyre mbrapa. Këto kanë qenë nga njerëzit më të fortë vitet 75-85 deri në 90 ka pasur një përgatitje të jashtëzakonshme, ka qenë dhe regjimi i atill, se sot ju shikoni se si janë momentet e koha. Po japim këtë intervistë sot kur Shkodra është edhe qyteti i sportit. Është një organizim i madh ndërmjet Federatës Sikizmit dhe Bashkisë së Shkodrës, siç është edhe muzeu që ka ardhur për 100 vjetorin që kemi gati 10 ditë që kemi prur këtu. Ne jemi federata me vjetër në botë, të tretët, mbas Francës dhe Italisë. Aq më tepër që kryeministri shqiptar ka bërë diçka shumë të madhe dhe shumë heroike që do vi Xhiro Italisë në datën 7 maj dhe do të zhvilloj aktivitetin 3 etapa. Po kjo nuk është se vjen në Shqipëri. Këtë do ta shikojë gjithë bota. Do shikojë mrekullitë e këtij vendi, do shikojë lumenj, malet, fushat, biznesin e vetë që do të arrijë në ato 3-4 ditë, do të ketë një zhvillim të jashtëzakonshëm. Mund shikohet gati nga 200-300 televizione në ditë, gati nga 10 milion vjet. Kështu që i jep Shqipërisë një prioritet shumë të madh edhe në adresën e Federatës së Sikizmit dhe në gjithë sportet e tjera. Sa ekipe garuan këtë vit në trofeun e Agim? Sot janë zgjedhur gati 10 ekipe, po kanë qenë ciklistat më të përgatitur për arsye se përgatitemi dhe për Xhiron e Shqipërisë që në datën 26 maj ne do jemi këtu me 20 ekipe të huaja, gati 150 ciklista, 300 veta dhe mendojmë që me përgatitjen që kemi dhe me këta djem që kemi në Itali, mendojmë që ta fitojmë. Sa ishte numri i ciklistëve këtë vit në trofe? Në ta aktivitete, po aktivitet tjetër. Ka qenë gati 37 vetë.